Pas 6 ditësh në pediatrinë e QSUT në Tiranë ka ndëruar jetë 6 vjeçaria nga Maliqi, e cila kishte pësuar djegje të rënda nga zjarri që përfshiu banesën e familjes së saj më 19 tetor. Në atë ngjarje tragjike humbën jetën nëna e saj Merieme Hazislari, 40 vjeç, dhe djali 13 vjeçar Luka Hazislari. Vajza e vogël u dërgua me urgjencë në spital, por plagët që mbulonin 45% të trupit rezultuan fatale. Të dy fëmijët ishin fëmijë të diagnostikuar me çrregullime të spektrit autik, ndërsa familja Hazislari jetonte në kushte të vështira ekonomike. I vetmi që punonte ishte kryefamiljari Valentino Hazislari, i vërnësuar në ndërtim, i cili në momentin e zjarrit ndodhej jashtë banesës. Sipas hetimeve paraprake, mendohet se zjarri ka qenë aksidental. Dëshmitë tregojnë se nëna tentoi të shuante zjarrin dhe arriti të nxirrte vajzën e vogël përmes dritares. Ajo u rikthye për të shpëtuar djalin, por flakët dhe tymi e mposhtën përpara se të arrinte tek ai.